Mirë mbrëma, mirë se erdhët në sens. Po jetojmë në një botë që po ndryshon me shpejtësi. Edhe rendi ndërkombëtar duket se po përjeton transformime të mëdha. Fuqit e mëdha po rivalizojmë tashmë edhe hapur. Shtetet e vogla po përballen me dilemën themelore. Si të mbrohen interesat e vendit dhe si të fitohet një peshë në një botë ku po ndryshojnë edhe rregullat edhe ekuilibrat. Kështu që diplomacia sot lidhet jo vetëm me geopolitikën, por edhe me ekonominë, sigurinë, teknologjinë, e ndoshta më së shumti edhe me aftësinë për të kuptuar se ku po shkon bota. Sonte do të kthehemi pas edhe në histori, do të flasim pak edhe për Kinën dhe marrëdhëniet e saj me Shqipërinë, por edhe për Kinën dhe rolin e saj në rendin ndërkombëtar sot. Kuptohet edhe për Kosovën, një vend shumë i vogël, i gjendur në mes të interesave e të akterëve shumë më të fuqishëm. I ftuari ynë sot është ambasadori Sabri Kiçmari. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, ju falenderoj për ftesën. Ju jeni diplomat, ambasador, studiues i diplomacisë, marrëdhënieve ndërkombëtare, me një përvojë të gjatë në shërbimin diplomatik të Kosovës, aktualisht ambasadori i Kosovës në Japoni. Ju falenderoj që jeni përgjigjur ftesës. Falenderoj për ftesën. Do doja me nisë për një pyetje ndoshta pak e përgjithshme, po në çfarë bote diplomatike po jetojmë sot dhe apo përjetojmë ndryshimin e rendit ndërkombëtar, atë rend që kemi njohur deri sot? Pas një dilemë, rrethonat aktuale janë shumë të ndryshme nga rrethonat që janë krijuar pas rënies së murit të Berlinit. Do të thonë, rendi ndërkombëtar që ka funksionuar pas rënies së sistemit socialist në vendet e Evropës së lindjes dhe në ish-bashkimin sovjetik, praktikisht është në shpërbërje e sipër, por mund të thuhet madje se edhe vetë rendi ndërkombëtar i krijuar pas luftës së dytë botërore është në shpërbërje të plotë. Kombet e bashkuara që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në periudhën pas luftës së dytë botërore, edhe në menaxhimin e konflikteve në situata të caktuara madje edhe tek rasti ynë, praktikisht janë jashtë kontekstit aktual të zhvillimeve, për shkak se aktorët e mëdhej që kanë të drejtën e vetës brenda Këshillit të Sigurimit e kanë minimalizuar, përkatësisht relativizuar deri në maksimum rolin e saj dhe OKB-ja nuk është më pjesë e mekanizmave vendimarrës në krijimin e paqes. Çka ka karakterizuar rendin ndërkombëtar mas luftës së dytë botërore dhe pastaj mas rënies së komunizmit, dallimi ose mas luftës së dytë botërore ka qenë karakteristikë, ka qenë bipolarizmi. Dy grupe shtetesh të koncentruara rreth një ideologjie të caktuar, le të themi ideologjisë marksiste, ideologjisë socialiste në njërin anë, dhe shtetet e demokracisë liberale në anën tjetër, të cilat jo vetëm në kontekstin ideologjik, por kanë pasur edhe organizim ushtarak, NATO dhe Pakti i Varshavës, dhe kanë pasur edhe organizimin e tyre ekonomik dhe kanë rivalizuar njëri tjetrin në të gjitha segmentet e veprimit. E këtu ka ekzistuar edhe një blok i tretë i këtyre pa inkuadruar. Po, shtetet e pa inkuadruara janë munduar që të krijojnë një sferë të tyre të veprimtarisë, por roli i tyre ka qenë marginal në kontekstin e rendit ndërkombëtar. Nuk kanë mund, shtetet e pa inkuadruara kanë qenë më shumë, le të themi, një shpërfaqje e një botkuptimi publik se sa një fuqi që ka mund me ndikue në rendin ndërkombëtar. Dërsa pas rënies murit Berlinit, praktikisht karakteristik e rrethonave të krijuara ka qenë unipolarizmi. Shtetet e bashkuara dhe, le të themi, shtetet evropiane patën arrit në mas të konsideruar të forcojnë ndikimin e tyre në botë, duke shtuar numrin e demokracive liberale në mas të madhe, madje nga fundi i viteve 2000, shumica e shteteve kanë pasur në një mas caktuar sistem të etabluar të demokracisë liberale, pra, dhe duke i sikur po dominon, madje është Francis Fukuyama e
pati paralajmëruar si fundin e historisë faktin që demokracia liberale de facto në rrafshin ideologjik e fitoi betejën para sistemit socialist. Në decenjen e dytë dhe sidomos në decenjen e tretë shekullit të ri, praktikisht, dhe të mileniumit të ri, vrejmë një rikthim të ideologjive dhe në most madhe rritje të ndikimit të tyre në politikën ndërkombëtare. Unë i kam identifikuar... Që po mendoni që po ndodh kjo? Janë ato disa faktorë me siguri që... Po, janë një numër faktorësh dhe varen nga, le të themi, nga ambienti geografik dhe konstelacioni geopolitik që është në krijim e sipër. Aktualisht, ta zom përballë sistemit liberal demokratik, funksionon ultranacionalizmi në variantin rus, shumë agresiv ndaj vendeve fqinje, pra Rusia ka pushtue dhe praktikisht dërmue popullin çeçen, një popull liridashës, një popull shumë i angazhuar për lirinë e tij, por fuqia ruse praktikisht e ka dërmue dhe sot e keni pa që nuk dëgjojmë më gjë për Çeçeninë, është e pushtuar totalisht. Pastaj është vënë në kontroll një pjesë e territorit të Gjeorgjisë nga Rusia, Transnistria në mes të territorit të Moldavisë është nën kontrollin e saj dhe është e njohur Krimea dhe territoret në lindje të Ukrainës që janë të sulmuara dhe madje një pjesë e tyre dhe të pushtuara nga Rusia. Pra, ultranacionalizmi rus si ideologji është shndruar dhe në një mënyrë veprimi kundër popujve fqinj, duke pretenduar madje me shndrua dhe në një ideologji me ndikim euroaziatik. Ideologjia dytë që ka kriju histori, pra të kundërtën e asaj që ka parashiku Fukuyama, është fundamentalizmi islamik. Fundamentalizmi islamik në decenjen e dytë të këtij shekulli krijoi një atmosferë shumë agresive kundër liberal demokracisë, po flas për ISIS-in në Siri dhe në Irak, i cili ishte shumë agresiv, madje tentoi të krijonte edhe kalifatin e tij, një territor të tij dhe përmes tij pastaj me shtri ndikimin në nivel ndërkombëtar. Dhe kjo mendësi sot ose ky lloj sistemi të menduarit është i etabluar në Iran. Fundamentalizmi islamik praktikisht si formë e veprimit shtetëror është në Iran dhe aktualisht natyrisht po përballet me ashpërsinë e konfliktit. Po ripozicionohen shtetet. Po, dhe i treti cilat janë ato boshte, po. Ta shpjegoj edhe sistemin e tretë ideologjik është socializmi me karakteristika kineze, i cili po ashtu nuk ka shkaktuar konflikte të hapura, por është duke investuar në një mënyrë, le të themi, shumë të kujdesshme, por të fokusuar përmes investimeve të saj në Kinë, përmes investimeve në infrastrukturë gjithandej nëpër botë, përmes sistemit një rrip dhe një rrugë, që është një sistem investues në porte, në aeroporte, në autostrada dhe po ashtu përmes tyre në disa zona, ta zon në Oqeani, atje ku unë jam me shërbim praktikisht, është duke tentoj madje në vitin 2022 dhe të etablonte një mas ndikimi në fushën e sigurisë, pra. Madje në njërin prej shteteve arriti edhe të krijonte një marrëveshje, insistoi me 10 shtete, por nuk është realizu, pasi që kundërpërgjigje janë ndaj Shteteve të Bashkuara dhe vendeve tjera përreth Britanisë Madhe, Australisë, Zelandës së Re dhe Japonisë ka qenë. Duket se janë pak më të kujdesshëm në shtrimjen e ndikimit. Po, tani kinezët kanë përpos mekanizmit infrastrukturor, ata po investojnë edhe në fushën zhvillimore, pra domethënë, dhe po ashtu në fushën e financave, kanë krijuar një bankë e cila tenton për të ndihmuar shtetet në zhvillim, që të ofrojë rreth saj. Edhe pse shpërfaqja e veprimit kinez nuk është shumë në
formë, le të themi, ideologjike, në përmbajtje ka elemente nuk është shumë verbale, ndoshta. Në përmbajtje prapa kësaj. Dhe gjithë kjo praktikisht e bën rendin ndërkombëtar shumë kompleks. Domethënë, nuk kemi të bëjmë me një botë më unipolare, po me një botë, nëse mund të themi, multipolare. Tani, aktualisht, pretendimi i disa fuqive ndërkombëtare, përfshi Kinën, është që nga bota unipolare të lëvizim drejt botës multipolare. Dhe këtë e pretendon Kina, e pretendon Rusia, pa dyshim e pretendojnë edhe vendet tjera, India, të thonë. Cili është interesi i tyre? Nuk kemi ardhur ende deri aty. Nuk kemi ardhur ende deri aty që të krijohet rendi multipolar. Por jemi në fazën e rënjes së sistemit unipolar dhe në fazën e parë të krijimit të një rendi të ri, konturat e cilit ende nuk I dim, varet shumë nga zhvillimet, le të themi, në 10-20 vitet e ardhshme. Cila është fuqia e këtyre 3 boshteve që I përmendet që qëndrojnë përballë perëndimit? Tani, sigurisht në rrafshin, le të themi, vleror, ato sfidojnë perëndimin me pretendimet e tyre për orientim më shumë drejt bashkësisë, domethënë janë shoqëri që pretendojnë më shumë bashkësinë dhe nuk e njohin lirinë e individit, domethënë në të gjitha regjimet që I përmenda në të 3 shtetet ose 3 modelet ideologjike, njerëzit arrestohen për shkak të bindjeve të tyre, gjë që nuk lejohet në sistemin liberal demokratik. Njerëzit arrestohen për shkak të pikpamjeve të tyre politike ose për shkak të bindjeve të tyre religjioze. Për shembull në Kinë ka arrestime të mëdha, Kisha katolike në Kinë është nën presion të madh për shkak të bindjeve religjioze të Bashkësisë Katolike. Atje njësoj sikur në Xinjiang, bashkësia islame ose populli ujgur, që është popull që I përket përkatësisë islame, praktikisht janë në të njëjtin presion, me idenë për të injektuar ideologjinë komuniste brenda popullsisë, siç kanë bërë regjimet e kohëve të kaluara. Pra, kjo është një prej gjërave që e determinon, dhe është pothuajse identike ta zëmë edhe tek ultranacionalizmi rus, I njëjti sulmon vlerat liberal-demokratike duke pretenduar se ato krijojnë kaos në shoqëri e kështu me radhë. Pra, edhe në Iran njerëzit që mendojnë ndryshe nga regjimi praktikisht përndiqen vetëm në janar të këtij viti janë vrarë mira vetë për shkak të bindjeve të tyre. Pra, kemi të bëjmë me një mendësi tjetër që e ndikon në masë të madhe opinionin publik. Po të ndodhur kështu, perëndimi I ndodhur përballë këtyre 3 boshteve, a ka filluar me një farë forme të ndroj edhe atë politikën e tij, ndoshta në marrëdhënie ndërkombëtare ose ato teoritë deri tashme që kemi njohur të rendit ndërkombëtar, të marrëdhënieve ndërkombëtare, apo bin poshtë sot? Të themi ndoshta liberalizmi në marrëdhënie ndërkombëtare, ajo që ka udhëheq politikën e perëndimit. Tani, edhe perëndimi për momentin, përpos sfidës që ka me këto 3 modele, dhe nuk janë të vetme, ka dhe modele tjera, por këto janë kryesore, janë dhe më të fuqishme, dhe më me ndikim praktikisht. Por po ashtu perëndimi është duke u ndeshur dhe me një sistem të ri brenda vetë perëndimit, I liberalizmi që është përfaqur në Hungari, I liberalizmi, pra brenda sistemit liberal, është duke u zhvilluar një ide që ta zëmë pavarësia e gjyqësorit nuk është e domosdoshme. Liria e mediave nuk është e domosdoshme, që është në etablim e sipër. Këtë mendësi e përfaqësojnë e djathta ekstreme gjithandaj në Evropë. Domethënë po zgjohen në një farë forme nacionalizmat përballë krahut tjetër. Po, karakteristike e tyre është edhe mospranimi I të drejtave të huajve në vendet e tyre. Pra, domethënë nuk është etablu ende si sistem ideologjik, por është pjesë e opinionit publik për të shtrirë ndikimin dhe çuditërisht
ky lloj drejtimi i të menduarit ka një lidhje të ngushtë me ultranacionalizmin rus, që është po ashtu, po flas në Gjermani të Avdeja ose në Francë, në Austri e kështu me radhë, domthonjë kemi të bëjmë me një që është duke u forcuar realisht si sistem i të menduarit dhe elektoralisht kanë rritje të elektoratit. Ato më thanë që ushtri ndikimi edhe për te aty në vijave. Pra, në këtë kontekst, sistemi liberal demokratik aktualisht është bukur i sfiduar, por është i fort dhe nuk e besoj që të gjitha këto sisteme që i përmendëm, sidomos këto tri modelet ideologjike, mund të sfidojnë për shkak se sistemi liberal demokratik është atraktiv për qytetarin. Qytetarin nga natyra e dëshiron lirinë e individit, e dëshiron pavarësinë, e dëshiron dhe në këtë kontekst pastaj përvoja e janë tregu shembuj në botë kur njeri është ndoshta ngop, nëse mund të themi kushtimisht me të themi lirin, kanë pasu edhe sisteme tjera ma rigoroze, në më thonë anti-lirisë. Po. Kemi raste në botë. Ka raste, sigurisht që ka raste, prandaj sistemi i liberal demokracisë, le të themi, duhet jetë atraktiv dhe duhet gjej forma që të jetë atraktiv për publikun. Mendoj që në kontekstin tonë shoqëror çështja është bukur, më e lehtë ta zëm, nuk kemi ekstremizëm të djathtë as të majt, është kryesisht. Po, vend i vogël, shoqëri dhe nuk mund të ndikojmë. Dashta edhe me dalë edhe diku tjetër se teorician ndryshëm mendojnë që një përplasje e ardhshme mundet me ndodhë midis SBA-s dhe Kinës. Domethënë nuk e shohin një pjesë e tyre nuk e shohin botën si multipolare, po ma shumë si bipolare. Tani është saktë që statusi i Kinës në marrëdhëniet ndërkombëtare po lëviz hovshëm në drejtim të shndërrimit të saj një superfuqie. Ashtu si thatë ju, heshtur, po tu ishtri. Kjo është kulturë kineze, në fakt. Ata zakonisht kësisojë dhe veprojnë. Dhe pa dilim, në rrafshin ekonomik është fuqia dytë ekonomike pas SBA-s. Do më thënë ka kaluar dhe Gjermaninë dhe Japoninë. Për vitet të tëra, për decenjet të tëra, Kina nuk është krahasuar me Gjermaninë edhe Japoninë, por tani ka kaluar dhe është fuqia dytë ekonomike. I kanë investime të mëdha në industrinë e makinave, në teknologjinë informative. Çka ka me determinu fuqinë nesër? Ekonomia, teknologjia, ushtria. Po, besoj që në këtë kontekst pritjet e mia janë që Kina do të ketë zhvillim të hovshëm dhe është për shkak të e para në rrafshin demografik është shtet shumë i madh. Investimet ka një farë lloj kombinimin mes shtetit dhe kompanive dhe shteti në mënyrë të planifikuar injekton burime financiare tek kompanitë për të pasur sukses, pra është një lloj ata e quajnë në ekonomi socialiste e tregut. Pra nuk është ekonomi e lirë e tregut, siç është në vendet liberal demokratike, por është ekonomi socialiste e tregut, i cili është dëshmuar sukses shumë mas të konsiderueshme dhe kjo e ka rrit bukur shumë fuqinë. Por brenda shoqërisë kineze ka ndrydhje të lirisë së mendimit. Dhe kur një shoqëri dhe shtet zhvillohet kaq hovshëm, mund të letë të shpërfaqen ndjenja pakënaqësie me regjimin, ka ndodhur një gjë e tillë ta zëm Hong Kong ose ka ndodhur edhe gjatë kohës Covidit. Tim edhe ato protestat Tiananmen vitin 1989, ashtu është. Dhe në një rast të tillë nuk e përjashtoj mundësinë që ta zëm ndjenjat pro-lirisë dhe demokracisë në Kinë të shfaqen në nivel më të hapur dhe në një rast të tillë sigurisht që Kina pastaj mund të pësonte atë që kanë pësue vendet e ish bashkimit sovjetik, përkatësisht vendet ish socialiste. Megjithatë ky është parashikim që nuk mund të, le të themi, nuk mund të jetë 100% i sigurt, është çështje e zhvillimeve të brendshme në Kinë. Por
si në rrafshin ekonomik dhe në rrafshin zhvillimor, Kina pa dilem që është duke lëvizur shumë shpejt përpara dhe kjo mos të konsiderueshme e sjell Kinën ndoshta deri te një bipolaritet i ri. Nuk e përjashtoj një mundësi që le të themi në 30 vitet e ardhshme Kina të shndrohet në një fuqi të tillë që të ketë një mas të caktuar ndikimi si superfuqi përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në një situatë të tillë natyrisht që rrethonat ndërkombëtare do të ishin shumë komplekse. Cili është dallimi midis sistemeve politike, midis sistemit, domethënë se si funksionon Kina, edhe lindja, në fakt, edhe perëndimi. Ku është dallimi të marrëdhënie ndërkombëtare, si funksionojnë? Kina është sistem një partijak, sistem... Apo bazohen më tepër në, të themi, strategji, interesa ekonomike? Ndryshimet që kanë ndodhur në Evropën e lindjes nuk kanë qenë të tilla në Kinë. Kina e ka ndryshuar sistemin ekonomik, madje në kohën e Deng Xiaoping, para vitit 1989, pas vitit 1978 ka filluar procesi i liberalizimit të tregut në Kinë. Por ky lloj liberalizimi, siç e thash, është liberalizim socialist i tregut. Pra, partia dhe shteti e vënë në kontroll, por lën hapësirë për veprim të tregut të lirë. Por në anën tjetër, sistemi politik është një partijak, kontrollën e ka Partia Komuniste, vendimet i merr Partia Komuniste, pra partia e kontrollon shtetin. Siç është në natyrën e regjimeve një partijake, kur nuk është shteti si, le të themi, aktori primar i veprimit shtetëror, por është partia që i merr vendimet dhe pastaj shteti i implementon vendimet që merren në parti. Këtë mënyrë të funksionuarit të sistemit shtetëror e ka ruajt Kina dhe madje derisa pas Mao Zedongit pati ardhur deri te një lloj tradite të dhënies së 2 mandateve për liderët e Partisë Komuniste dhe për presidentët e shtetit. Xi Jinping, lideri aktual i Kinës, e ka thyer këtë rregull dhe ajo është tash në mandatin e tretë praktikisht, me gjas dëshiron me ndjek rrugën që kanë ndjek edhe liderët të tjerë të kohës si komunizmit, si Tito, si shumica e politikanëve të tillë dëshirojnë të mbesin pushtet më gjatë. Përfundimisht. Por kemi tash, nëse bëjmë një paralele, është identike, domethënë edhe në këtë kontekst, nuk ndrohen liderët as në Kinë, as në Rusi, as në Iran, është e njëjta mendësi. A ka ndru diplomacia në këtë Padilem. Ndryshim të madh? Aktualisht diplomacia është në sfidë serioze në rrafshin ndërkombëtar. Nuk ka pas kur situata më të vështira me qenë diplomat se sa në këto rrethana. Për shkak të ndryshimeve shumë dramatike që ndodhin brenda një kohe shumë të shkurtër. Domethënë, fillon luftë pa paralajmërim, po flas në Rusi, ose sulmi i Hamasit në Izrael, pastaj lufta në Iran, mbyllja e ngushticës së Hormuzit. Pra janë zhvillime tepër dramatike dhe tempoja e operimit diplomatik vështirë po i përfekon gjithë këto zhvillime kaq dramatike në një kohë kaq të shkurt. Megjithatë, detyra e diplomatëve është e kundërt me detyrën e oficerëve, përderisa oficerët përgatiten për luftë dhe luten që të mos fillojë lufta asnjëherë, por duhet të jenë të gatshëm për luftë. Detyra e diplomatëve është që të punojnë për të ndërprerë luftën në secilën rrethon dhe për të evituar ato para se të shpërthej. Pra, domethënë, a ka ende vend për diplomacinë tradicionale që e kena njohur deri sot? Tani, diplomacia tradicionale është e tejkaluar në mënyrën e veprimit. Sot diplomatët vështirë që presin të informohen për detaje përmes kablogrameve, sepse rrjetet sociale dhe mediat janë gjithandej dhe informojnë para kablogrameve të diplomatëve, le të themi për jashtë raste emergjente. Dhe tash diplomatët janë sfiduar që të reagojnë konform informacioneve që i krijojnë mediat të cilat
përcjellin pikpamjen e tyre në publik. E para, pra, është një sfidë serioze për diplomatët, me që diplomatëve ju duhet kohë për të marrë informacionin, për të analizuar, për të trajtuar me seriozitet dhe pastaj për të dhënë pikpamjen, mendimin ose idenë në lidhje me një veprim. Dhe kjo është në rrafsh ndërkombëtar, domethënë tash shumica e diplomatëve janë duke u përshtatur me këtë mënyrë të re të operimit në opinionin publik dhe si formë, le të themi, e veprimit janë rrjetet sociale që përdoren edhe për diplomatëve në mënyrë masive për të informuar drejt për drejt, pra nuk pritet sikur përpara është prit me javë të tëra për të dhënë një vlerësim përmes një kablogrami për një ngjarje që ka ndodhur. Tash nëse pret me javë nuk e lexo kush se i kalon koha. Pra është një sfidë dhe sfida tjetër është parashikimi i ngjarjeve, përderisa në të kaluarën ka qenë e mundur afërsisht me parashikuar çka krejt do të ndodhi. Sot është vështirë me u parashikuar çka mund të ndodhi në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe kjo e bën shumë komplekse edhe mënyrën e veprimit në diplomaci. A mundet për shembull rritja e Kinës më pa edhe si kërcënim ndaj perëndimit apo jo, ne duhet të mësohemi me pa gjërat ashtu siç janë edhe me pranu një realitet të ri. Rritja e Kinës është fakt historik, cilin duhet regjistruar. Domethënë, opinioni publik ndërkombëtar dhe njerëzit që merren me krimin e politikave të jashtme duhet ta regjistrojnë këtë fakt. Ky është fakt, Kina është në rritje sipër. Ajo çka duhet sidomos vendet që kanë sistem liberal demokratik është që bashkëpunimi me Kinën të jetë në shkallën e tillë që të ketë interes ndërsjell, pra domethënë bashkëpunimi mund të ndodhi mbi bazën e një partneriteti dhe le të themi interesit ndërsjell, por duke... A është interes vetëm ekonomik apo edhe në fusha tjera? Po, ta zëm në rrafshin ka Kina tenton ta zëm me shpërndarë ideologjinë e saj sidomos përmes literaturës. Por suksesi i saj në nivel ndërkombëtar nuk është i madh. Domethënë në rrafshin ideologjik, le të themi, pak vende, pak shoqëri, madje fare pak kanë mbetur që nuk duket atraktive e përçafojnë po një mendim tillë, por në anën tjetër ato përmes institutit Konfuçi janë duke u munduar që të operojnë me le të themi vlerat të tjera që kanë bojnë me historinë e Kinës, me kulturën e Kinës, që është një kulturë e lashtë kështu me radhë, dhe mbi bazën e tyre po mundohen me shtrin ndikimin e tyre. Nuk shoh rrezik tek vendet liberal-demokratike në kontekstin e një ndikimi të ardhshëm në fushën ideologjike, por ka një rrezik real që kanë të regjistruar edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe vetë Shtetet e Bashkuara, influencën e madhe që ka tregtia me Kinën për një numër produktesh të cilat mundën me qenë pastaj problematike në rast se Kina hyn në konflikt me, le të themi, Tajvanin edhe pastaj duhet vendos sanksione. Këto vende mund të përballen me sfida serioze në një situatë të tillë identike siç ka ndodhur me Rusinë. Për shembull, Gjermania është përballë me probleme serioze për energjinë mas fillimit konfliktit në Ukrainë dhe në këtë kontekst diçka e tillë mund të ndodhë, por me sa ka mund të lexoj dhe të informohem edhe vendet e Bashkimit Evropian, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vetëdijshme për këtë dhe po marrin masa konkrete që me evituar një situatë të tillë. E dim kështu që Shqipëria ka një histori të përbashkët kështu të marrëdhënieve me Kinën, po para se me kalu të ato marrëdhënie, kisha dashur të më pyetoj për Shqipërinë, si e shihni pozitën e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare tani? Tani, Shqipëria është zhvilluar mirë në 30 vitet e kaluara. Pas rënies së sistemit socialist, e kemi parasysh që ka qenë vendi më i pazhvilluar në Evropë. Ka pasur një trend solid zhvillimi dhe e ka etabluar sistemin e saj demokratik, domethënë me gjithë vështirësitë që na janë të njohura, publikut Kosovës janë të njohura, ka arritur ta etabloj
sistemin demokratik janë mbajtur zgjedhjet në mënyrë të vazhdueshme me pranim ose mos pranim të njërës ose tjetrës palë, por kryesisht ka funksionuar. Po duket që një shtet që megjithatë po bjen sy në skenën ndërkombëtare, nuk është i parëndësishëm. Tani, fakti që Shqipëria është pranuar në NATO e bën shtet të rëndësishëm. Domethënë, fakti që është antar në NATO dhe nesër në qoftë se trendi drejt pranimit në Bashkimin Evropian vazhdon me tempon e deri tanishme, mundet që ta zëm në një moment të pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të kishte qenë, le të themi, vlera ose statusi i Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare do të ngritej edhe më shumë. Natyrisht që unë jam i vetëdijshëm dhe për debatet e brendshme që janë aktualisht në Shqipëri, por ju lusë për mirë kuptim që për raportet e brendshme në Shqipëri nuk mund të them asgjë, pasi që statusi im si diplomat. Po, dhe nuk është time jona e bisedës. Kështu, do dalim të marrëdhëniet e Shqipërisë me Kina, një marrëdhënie shumë interesante, që ndoshta pak kush e din prej dokumenteve të caktuara, ju keni hulumtuar dokumentet e caktuara dhe keni shkruar librin, një prej studimet shumë të rëndësishme është libri titulluar me, unë po e përkthej, Prapa Velos miqësisë, marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Kinës. Këtu analizoni historinë dhe dinamikat e marrëdhënieve Shqipëri-Kinë. Po, ky libër është botuar në fillim të këtij muaji. Pse kanë qenë të rëndësishme këto marrëdhënie që ju me kushtut tanë këtë studim? Tani, para 2 vitesh, unë jam kontaktuar nga shtëpia botuese Palgrave Macmillan. Unë në fakt ka që 4 vite që bashkëpunoj me shtëpinë botuese Springer. Palgrave Macmillan është pjesë e Springer, praktikisht. Dhe unë kam botuar një libër më herët në vitin 2022 që i analizon këto 3 modelet që i përshkruava më lart, historia vazhdon, 3 modelet e vazhdimit historisë, me që Francis Fukuyama ka pretenduar që ishte fundi i historisë, unë them historia vazhdon, pra konfliktet ideologjike vazhdojnë. Pastaj kam botuar këtë libër, Hyrje në diplomaci, që është një analizë teorike ose një hyrje teorike për studiuesit e diplomacisë. Dhe pas botimit këtyre 2 librave, njëri nga editorët e Palgrave Macmillan më kontaktoi që të analizoja historinë e marrëdhënieve diplomatike në mes të Shqipërisë dhe Kinës. Me ju thonë drejtën, fillim hezitova. E para për shkak se ende nuk është trajtuar mjaftueshëm një temë e tillë dhe pastaj ka edhe bot kuptimet betonuara rreth edhe në Shqipëri edhe në Kosovë rreth një teme të tillë, por hezitimi im zgjati vetëm pak sepse është një prej rasteve më interesante në historinë e marrëdhënieve diplomatike kur 2 shtete krijojnë një miqësi të tillë. Ata në fakt nuk kanë folur për miqësi. Ata nuk kanë folur për miqësi, kanë folur për vllazëri. Formulimet që i kanë përdorur në vitet 50, 60 dhe deri ka mesi viteve 70 ka qenë vllazëria mes të Kinës dhe Prapa Velos së vllazërisë. Prandaj, dhe ato Shqipëria dhe Kina kanë qenë 2 shtete që nuk mund të mos ishin ma shumë të ndryshme, tepër të ndryshme. Një shtet i vogël në Evropë me një shtet shumë të madh në Azi. Në distancë të madhe gjeografike. Ju tash pas kësaj përvoje dhe punës që e keni bërë, çka i ka bërë bashkë të 2 shtete në atë kohë? Ideologjia. Hajde, po e kuptojmë Shqipërinë, një mbështetje të një shteti të madh fuqishëm. Çka ka lyp Kina prej Shqipërisë? Fillimisht ka qenë ideologjia. E në veri, por prapa ideologjisë janë fshehë dhe interesat nacionale dhe interesat pushtetore të elitave në pushtet. Fillimisht mos të harrojmë edhe prishjen e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik. Pikërisht aty edhe ka burimin miqësia e këtyre. Në momentin kur vdes, Enveri ka qenë i fascinuar pas Stalinit. Dhe e ka rendit me këta marksistat. Absolutisht, Enveri ka qenë stalinist i bindur. Me Marxin, Engelsin, Leninin dhe pastaj ka ardhur Stalini. Dhe në momentin kur vdes Stalini,
dhe në pushtet vje Hrushovi. Hrushovi bën një kritik të ashpër kundër Stalinit në Kongresin e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Enverit nuk i pëlqen. Por një gjë e tillë nuk i pëlqen as Mao Zedongit në Kinë. E para. Armiku tim. Dhe e dyta, Hrushovi fillon të krijojë raporte me Titon, me Jugosllavinë. Po, si revizionist. Edhe kjo nuk i pëlqen Enverit, edhe pastaj e viziton Kinën, me sa mbaj mend vit 1956, për herë parë merr pjesë në Kongresin e 8 të Partisë Komuniste të Kinës dhe me këtë rast ai krijon një afri politike dhe sidomos ideologjike me Mao Zedongin. Sepse duhet në nënvizoj këtu, Enver Hoxha është ndër të parët që i uron ardhjen në pushtet në vitin 1949 Mao Zedongit dhe Partisë Komuniste të Kinës dhe nga këtu fillon marrëdhënia e tyre diplomatike. Po ju keni shkruar në libër që shënimet dhe hulumtimet, faktët i keni marrë dokumentet vetëm prej Shqipërisë, domethënë edhe ka ditarë ose shkrimet të Enver Hoxhës kushtuar këtij raporti. Në fakt, ndërsa Mao Zedongi nuk dihet ta ka shkruar, ose ndoshta nuk keni gjetë kur gjatë të shkruar. Po, jo, në fakt, Enveri ka shkruar një libër që quhet në shqip Shënime për Kinën, 1700 faqe. Është ditar, e kam lexuar të tërën, është një ditar që ka mbajtur ai për 20 vjet vetëm për marrëdhëniet me Kinën. Unë kam lexuar, ata titistët e kam lexuar. Titistët e kemi lexuar në vitet 80. Po, dhe është ditar interesant. Kam përshtypjen që ditari është rishkruar në ndërkohë. Sepse vllazëria me Kinën ka qenë shumë intensive në vitet 60. Sa ka zgjatë kjo? Rreth 20 vjet. Domethënë Enveri ka shkruar rreth 20 vite në shënimet për Kinën, por kanë vënë re që i ka, për shembull, disa formulime shihet që janë rishkruar. Sepse nuk janë përputh me deklaratat e tij publike të kohës. Unë kam analizuar deklaratat e tij të kohës dhe ato deklaratat e tij të kohës nuk përputhen me ato që ka mbajtur shënim në shënimet e tij. Mao Zedongi po ashtu ka shkruar libër, unë kam lexuar edhe librat e Mao Zedongit. Çfarë ndodhi që pse u shkput kjo marrëdhënie? Po, këta krijojnë një diferencë me Bashkimin Sovjetik. Operojnë bashkë. Në vitin 1961, për shembull në Kinë ndodh vdekje masive për shkak turistë të qytetarëve kinez, por ata megjithatë sjellin mijëra tonelata grun për Shqipërinë, ndihmojnë Shqipërinë. Hidrocentralet janë ndërtuar me ndihmën e Kinës. Një pjesë e mirë e bunkerët që janë ndërtuar domthonë me ndihmën e Kinës. Pastaj pjesa më e madhe e armatimit në vitet 70 është marrë nga Kina. Shqipëria ka marrë armatim nga Kina. Ka marrë edhe përpara nga Bashkimi Sovjetik deri në vitin 1961 kur janë prish marrëdhëniet. Domethënë kjo që ideologjia nuk është që ideologjia ka qenë në bazën e këtyre raporteve, po më shumë interesi nacional. Saktësisht. Të dy palët i kanë pas interesat. E kanë pas elementin ideologjik, ka qenë i rëndësishëm, por primar ka qenë interesi shtetënor. Në momentin kur ta zëm Kina fillon me kriju marrëdhëniet me Rumaninë, regjimi Enver Hoxhës bëhet xheloz. Se Rumania është në rajon. Këtu del pa edhe ideologjia. Po, pastaj krijon marrëdhënie me Titon dhe ky nervozohet në ta. Por kulmi është kur Kina krijon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Enver Hoxha këtë nuk e përballon dot, nuk ja merr mend, ja me bë kthesën që bojnë kinezët për me kriju marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara. Ai kritikon publikisht vendimin e Kinës për me kriju marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe ky është momenti kur vije deri te prishja e marrëdhënieve në mes tyre. Tash, por prapa kësaj, në fakt, ka interesa, për shkak se mas luftës dytë botërore. Çfarë interesi mundet me pas një shtet i vogël si Shqipënia që e ka vetëm ndalje aty? Çfarë interesi ka me prishje? Tek prishja, në fakt, sipas interpretimit ose mendësisë së kohës, Enveri ka menduar që lidhja e Kinës me Jugosllavinë dhe madje kinezët i kanë rekomanduar që t'i relaksojnë marrëdhëniet me Jugosllavinë, mund të jetë rrezik për
ndikim të Jugoslavë, me që Shqipëria ka pas një histori të komplikuar me Jugoslavinë, me njerë mas luftës dytë botërore. Jugoslavia ka pretenduar me bë Shqipërinë Republikë të shtatë brenda Federatës Jugoslave, dhe ky prej vitit 1948, pastaj krijon një le të themi logjik të ashpër kundra titizmit, kundra gjithë shkaje që ka vjen nga Jugoslavia, ka pa me dyshim dhe i është kundër përgjigje ashpër. Dhe edhe Hrushovi, kur i bën kërkesë me u lidh me Jugoslavët, reagon në të njëjtën mënyrë, edhe kinezët, kur i bën kërkesë me u lidh me Jugoslavët, reagon në të njëjtën mënyrë. Por tash pikpamja ime është që ka qenë vlerësim për ta zonë sidomos momentin e prishjes në marrëdhëniet me Kinën, ka qenë vlerësim nga këndvështrimi sotëm, natyrisht është lehtë me bën një vlerësim tillë, ka qenë vlerësim i gabuar, sepse në rast se Shqipëria kishte lidh marrëdhënie... Autonditë Shqipënia në atë kohë? Jo, ai ka qenë regjim totalitar dhe ka pas nën kontroll situatën. Në rrafshin politik nuk është rëndit, është rëndit në rrafshin ekonomik. Rënja ekonomike pas vitit 1978 deri në vitin 1989 është shumë e madhe. Shqipëria vije vazhdimisht duke u varfru, sepse ndjek politik të konfliktit me Bashkimin Sovjetik, me Republikën Popullore të Kinës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe praktikisht izolohet, vetë izolohet krejtësisht dhe varfërohet shteti dhe shoqëria. Çka na mëson ky raport i Shqipënisë fillimisht me një superfuqi, pastaj edhe prishja e raporteve zgjerdimi për një vend vogël si Shqipënia, edhe na jena vend i vogël. Po. Në çfarë forme duhet vendet e vogla mos sjell në arenën ndërkombëtare, jo si është dashur në të kalumen, po çka duhet sot? Po, vendet e vogla duhet të kenë dy principe bazë. Në politikën e jashtme dhe në diplomaci është interesi principi i parë bazë. Të më thonë, duhet pa cili është interesi i shoqërisë, i vendit tonë, i shtetit tonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Por nuk është vetëm interesi ai që duhet të determinoj linjën e politikës jashtme. Pa dilem, shumë e rëndësishme është edhe sistemi vleror, çfarë vlerash ne përfaqësojmë. Pra, në qoftë se ne do të ndishnim një politikë të interesit nacional për ruajtjen e integritetit territorial dhe për marrëdhënie me fqin konform interesit nacional, por nuk kemi një sistem të mirëfillt vleror, pra ushtrojmë dhunë brenda sistemit shtetënor, atëherë ai sistem herdo kur do të shpërbëhet. Dhe prandaj do të thonë një lloj kombinimi i ndjekjes së interesave nacionale që janë primare dhe ndjekjes së një sistemi vleror që është shumë i rëndësishëm, besoj që këto dy linja janë të domosdoshme për të ndjekur një politikë racionale, një politikë të jashtme racionale. Shtetet e vogla nuk mund dhe nuk kanë fuqi ndikimi, le të themi, tek shtetet e mëdha, por shtetet e vogla kanë mundësi për të bashkëpunu dhe kooperu me shtetet e mëdha në masën që nuk do të rrezikohet integriteti i tyre territorial dhe sovraniteti që janë, le të themi, primare si në ekzistencën e një shteti. Edhe në rastin tonë edhe në rastin e Shqipërisë ka një vlerë shumë e rëndësishme që i përshkon të dy shoqëritë tona. E para është orientimi perëndimor që kanë pro vlerave të sistemit liberal demokratik që kanë të dy shoqëritë, domethënë dhe në këtë kontekst nuk ka dilema, nuk ka, le të themi, krah ekstremist në të majtë ose në të djathtë që i sfidojnë këto vlera. Mendoj që është një e arrirë e mirë në të dy shoqëritë dhe fakti që Shqipëria është pranuar në NATO dhe është në rrugë drejt pranimit në Bashkimin Evropian dhe fakti që Kosova, edhe pse për shkak të raporteve me disa nga vendet e BE-s nuk ka arritur ta fitojë statusin e kandidatit, por brenda sistemit tonë shoqëror po zhvillohet ideja e demokracisë liberale edhe sistemi shtetëror funksionon madje edhe më mirë se në një numër të shteteve tjera. Duhet Kosova me
pas një vëmendje që me pas raportet mira edhe me pjesën tjetër të botës, apo si shtet i vogël, duhet më fokusu kryesisht në raportin e saj me SBA-n dhe me Bashkimin Evropian, edhe jo fort me harxhu energji, për shembull, në raportet ose marrëdhëniet me Kinën. Që është një botë që nuk e njeh. Po, shije, vendimi i Kinës për mos me njoftë Kosovën është vendim i tyre dhe nuk është vendimi ynë. Pra marrëdhënia jonë me Kinën determinohet nga qëndrimi i Kinës, natyrisht që është qëndrimi pa drejt. Po. Domethënë as kemi fuqi as nuk kemi mundësi me ndryshuesi qëndrim, por duhet ta regjistrojmë si fakt. Kosova megjithatë ka një prezencë të ndjeshme diplomatike, me që e di nga përvoja ime, unë kam qenë ambasador për afër 5 vjet në Australi dhe tash 4 vjet e gjys në Japoni, pra jashta Evropës. Unë pjesën më të madhe të shërbimit tim diplomatik zyrtar i kam jashta Evropës. Dhe mendoj që përderisa në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian interesi ekonomik dhe tregtar është shumë i rëndësishëm, madje ndoshta primar dhe zhvillimor, domethënë përfitimet e shoqërisë Kosovës nga bashkëpunimi me Bashkimin Evropian rrofshin zhvillimor janë enorme dhe kjo është e rëndësishme dhe e domosdoshme. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë si primes sigurinë, do më thënë siguria është një element qendror dhe prezenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës janë një garancë sigurt e, le të themi, sigurisë sonë, e sigurisë së vendit tonë këtu, dhe prandaj janë shumë të, këto marrëdhënie nuk mund të krahasohen me marrëdhëniet me shtetet e tjera në regione më të larta. Do të thonë janë shumë kruciale si të tilla dhe duhet të ruhen. Kosova me investimet e saj që i ka bënë, politikat e saj ekonomike, zhvillimore, sociale dhe në politikën e saj të jashtme, ne de facto plotësojmë në mënyrë të konsiderueshme një numër parakushtesh që nuk i kanë plotësue vendet që janë pranuar në Bashkimin Evropian në vitin 2004, edhe ma pak dy vendet që janë pranuar në vitin 2007. Po t'ishit këshilltar ministrin e jashtme, i ministrit, çka kishit sugjeru Kosovës që mos ta bëj? Të jemi edhe në fund të çka do duhet të mos bëj? Po. Kosova duhet vazhdoj të jetë vend i hapur, vend i lirë, të angazhohet për të krijuar miqësi me secilin shtet dhe secilën shoqëri që është i gatshëm për të krijuar një marrëdhënie të tillë. Por, siç e thash, duke i ruajtur dy premesat themelore, interesin dhe sistemin vleror. Interesi, pra, domthon aty ku preket interesi ynë nacional dhe sistemi ynë vleror, politika jone jashtme duhet jetë e kujdesshme dhe është e kujdesshme përgjithsisht. Ju falenderoj ambasador shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Shikus të nderuar, ishte kjo tëra për edicionin e sotëm, me të ftuar të tjerë, tema tjera shihemi edicionet e radhës. Natën e mirë.